fund jemi te pjesa e recepcionit, te pritturja, aty ku pacientët kanë mundësi edhe familjarët dhe pacientët me prit. Dhe këtu do doja që bisedën tonë ta përmbyllim patjetër që ka shumë fjalë për me thonë për rezonancën, po ajo çka është esenciale që pacienti çdo herë është prioritet. Edhe ajo çka kam pas mundësi me pa doktor Nazim sa herë që vi këtu për xhiru diçka, është që nuk kam pa pacient që pret gjatë, edhe kur janë pa termine, edhe kapacitetin me gjase keni të madh edhe e përballoni këto. Është e vërtetë që kapacitetin e kemi të mjaftueshëm, stafit, po kemi kapacitete mjaftueshme për të përballuar flukset e pacientëve të cilat i kemi spontan, mirë po kësaj kontribuon edhe përvoja mbi 30 vjeçare e rezonancës. Rezonanca nuk është e vërtetë që në spitalin ka rreth 2 vite e gjys që e posedojmë këtë spital, se kemi në pronësi këtë spital si rezonancë, mirë po përvoja e rezonancës në lëmin mjekësore daton mbi 30 vite. Nuk është një përvojë e vogël, është përvojë mbi 30 vite. Dhe kur e mendojmë që këtë vend për 2 vite e keni adaptu dhe e keni cilë në një frymë evropiane, është goxha kohë shpejt. Është goxha kohë. Ka sfida po besoj. Patjetër sfidat në fillim, çdo punë që fillojmë për ta kryer, çdo punë e re që bëhet i ka sfidat e veta. Po sfidat pakrahatsimisht kanë qenë më të lehta se që do të ishin po që mos ta kishim përkrahjen 100% të familjes Idrizaj, pronar e rezonancës. Kemi pas një përkrahje më të vërtet të pakurzuar, një përkrahje pa rezervë për çdo sfidë të cilën na kemi pas këtu. Po them edhe një herë, do të ishte e pamundur që spitali të ishte në këtë gjendje që jemi tash, që jemi shumë të kënaqur me gjendjen aktuale të cilën e kemi pa përkrahjen e tyre. Po përkrahja nuk ka munguar në asnjë moment. Dhe ata e njohin profesionalizmin e juaj dhe prandaj kanë besim të plot në çdo vendim që merrni. Dhe prandaj rezonanca në të gjitha pikat e saj, se e the një familje madhe në verzionin e vet shkëlqen në secilin prej lëmive, qofshin kjo e spitalit përgjithshëm, qofshin fakulteti, shkolla e mesme apo spitali varësive dhe poliklinika, të gjitha duke ju besu personave profesionale. Ne njihemi shumë vite ka, nuk e di saktë, po ndoshta për mbi 20 vite ka që njihemi me pronarët e rezonancës, normal besimi ka qenë reciprok. Unë kam besu në ta, edhe s'kam gabu as pak, edhe ata kanë besu në mua, do t'ishte rrugët që ata të regojnë a kanë gabu apo jo, a kanë gabu a jo. Nuk ka nevoja ta, tregon puna dhe komplet rezultatet e pacientëve dhe feedbacku i tyre. Ishte ndeshta me fol pak për organizimin e rezonancës si një familje e madhe. Kur përmendet punën e besimit, ndeshta them që unë jam pjesë e familjes rezonanca, na kështu i quajmë. Pjesë e familjes rezonanca janë me qindra persona, nuk janë pak njerëz që janë pjesë e familjes rezonanca. Për shkak se rezonanca nuk është një njësi, nuk është rezonanca spitali rezonanca 2. Rezonanca është shumë më e madhe se sa rezonanca 2.